Moderatorja dhe gazetarja sportive Qeqa Krelani i ka dalë në mbrojtje sulmuesit të kombëtares së Kosovës Vedat Muriqi pas kritikave dhe deklaratave fyese të disa individëve ndaj tij. Krelani ka reaguar ashpër ndaj atyre që e kanë kritikuar Muriqin, duke thënë se disa prej tyre, sipas saj, kanë shitur bileta turqve dhe biznesmenëve për shuma deri në 500 euro, ndërsa tani dalin dhe shajnë lojtarët. Ajo kritikoi veçanërisht ndjekësit që e kanë quajtur Muriqin turk, duke e konsideruar këtë gjuhë të papranueshme ndaj një futbollisti që ka dhënë shumë për kombëtaren e Kosovës. Sipas Krelanit, Vedat Muriqi është një ndër numrat 9 më të mirë në historinë e futbollit shqiptar dhe meriton respekt për kontributin e tij në fanellën e Kosovës. Tregoi unifëmijëve në përshkolla që Vedat Muriqi është nënçi më i mirë në historinë e futbollit shqiptar. Ata që e kritikojnë janë raca e njerëzve që biletat ua kanë shit turqve e plot biznesmenëve për 500 euro, që kush e kritikon Muriqin, ata që e shajnë nuk e kanë çu Kosovën në finale të play-offit për herë të parë në histori, por e çoi Muriqi me shok. Ata që e shajnë nuk i kanë dhënë 19 gola për sezon në La Liga, aty ku luan ekipi më i suksesshëm në histori të Ligës së Kampionëve Real Madrid. E besa është veç 4 gola mbrapa ish kampionit të botës Mbappé. Ata që e shajnë nuk e shënojnë gola Real Madridit, Barcelonës, Atletikos, Sevillas. Ata i shënon Muriqi. Ata që e shajnë nuk e kanë dërguar Kosovën në Ligën B për herë të parë në histori, por e çoi Muriqi me shok. Prita përsëris edhe një herë se fort bukur po tingëllon. Vedat Muriqi është nënçi më i mirë në histori të futbollit mbar shqiptar, ka shkruar Qeqa Krelani.